Kam sjell recetën e limonadës në kushtet shtëpie, cila është gati për 10 minuta, një pije shumë e sheshme, një pije e cila rrit imunitetin, plot vitamin C. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në fillim morim 5 limona, kështu mesatarisht të mëdhenj, cilat i kam larë mirë, i kam hedhur në ujë me soda bikarbona, i kam larë mirë në ujë, kam hedhur soda bikarbona një lugë të mesme, i kam larë rreth 20 minuta dhe më pas i kam shpërlarë mirë. Tash morim një rende dhe ju largoj lëvorën, kështu. Vërtet bëhet tamam sikur në ëmbëltore kjo limonadë. Bëhet e sheshme, e shëndetshme. Tash fillojnë ditët e nxehta verore, vërtet ja vlen me provu. Dhe ekonomike është nëse e përgatitni në shtëpi. Kështu në këtë mënyrë gjithë limonave ju largojnë lëvorën. Limonave ju kam largu lëvorën, tash tek lëvorët shtoj 5 lugë gjelle me sheqer. Kam harru që të cek se limona duhet jenë të freskët, asesi nuk guxon që t'jenë të butë, po duhet jenë më të forta. Tash kështu masën e përzi mirë me anë të një rrugë, që sheqerit përhapet në përgjithë lëvorët e limonit. Dhe masën e laj në njërën pjesë tavolinës punës që të qëndroj rreth 25 minuta. Derisa masa të qëndroj, ne marrim limonat dhe i ndajmë në 2 pjesë, kështu. Dhe marrim një shtrydhëse limonash dhe e shtrydhim lëngun, kështu me shumë kujdes. Në këtë mënyrë veproj me gjithë pjesët e limonave, duke shtrydhur lëngun. Vërtet është një pije shumë e sheshme, plot vitamin C, një pije cila jep imunitet. Vazhdojmë tutjen në mënyrën e njëjtë. Gjithsej kam fituar 300 ml me lëng limoni. Dhe këtu është masa, cilën e kam përzirë dhe e loj për 25 minuta. Pasi lëvorët kanë qëndru për 25 minuta kështu me sheqer, ja kalojna lëngun e limonit. Dhe masën e përzi mirë. Kështu. Kam përzirë mirë masën, tash marr një kështu të madhe dhe në të vendosi një kullojse dhe kulloj masën. Dhe kështu me anë të lugës shtypi mirë lëvoshkat e limonave për kullojsën që të kaloje gjithë pjesa e lëngshme. Mundohem sa më shumë që të bëjnë ndrydhjen e lëvorëve. Nga pjesa e poshtme fillojnë që të dalin pjesa të vogla të lëvorëve. Kam bërë kullimin e masës mirë, tash ja shtoj 1 litër me ujë. Përziz masën mirë. Tash përsëri do bëj kullimin. Unë do e hedhi kështu në këtë bakallin dhe e kem më të përshtatshme për servim. Dhe një herë kullimi më mirë do jetë. Ja shtoj 2 feta limoni dhe disa fleta menta. Dhe jep një aromë dhe më të mirë.
dhe limonatën dhe fusim në frigorifer që të ftuhet për 2-3 orë dhe do jetë gati për konsumim. Kam largu nga frigoriferi limonatën, është gati për servim, e servoj kështu në gotë. Në gotë në fillim do hedhi akull, copa akulli, t'ja jap taman atë pamjen sikur në përëmbëltoret tradicionale. Shtoj limonat. Pak flejta menta për një pamje. Dhe limonada është gati, ka dalë shumë e mirë, një pije freskuse, plot vitamin C e cila rrit imunitetin. Besoj se ju ka pëlqyer motra dashura se si përgatis unë limonadë në kushtet shtëpie për 10 minuta e ngjajshme sikur në përëmbëltore. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.